ndeshja e fundit kualifikuese për Europianin Euro 2024. Në këtë konferencë sot jemi me trajnerin Silvinjo dhe me mesfueshorin Kedi Bare, cilët do t'i përgjigjen pyetjeve tuaja. Do ta fillojmë me Kedi Baren, i cili pasi të ketë mbaruar do të bashkohet me skuadrën, ne do të vijojmë me trajnerin. Atëherë Kuli. Po, Sokol Gjani, Supersport, Kedi, arritje madhe për gjithë, edhe për gjithë tifozët, por mbi gjitha merita është absolutisht e juaj që zbrisni në fushën e lojës bashkë me trajnerin. Në këtë sezon ke pasur në aspektin personal, ke pasur edhe dëmtime që të kam penalizuar deri diku. Si mendon se mund ta rifitosh vendin e titullarit në përfaqësuese? Atëherë, me thënë drejtën është një arritje shumë e madhe, për ne është një ëndër e bërë realitet, por mbi gjitha nuk duhet ndalin vetëm këtu, pasi janë edhe gjëra tjera, si për shembull që në fillim, kur kam folur dhe me trajnerin në Barcelona, kam motivuar aq shumë, edhe kishim shumë besim dhe na dha shumë besim si ekip dhe si grup. Por mbi të gjitha nuk dua të qëndroj vetëm këtu, pasi çdo gjë ka ndryshuar, po ka ndryshuar për mirë. Le të themi nga federata, pasi tani kemi një fushë shumë të mirë ku mund të bëjmë stërvitje, kemi palestrën tonë, ndihemi dhe jemi shumë komod. Dhe kjo është fal atyre dhe duhet i falenderojmë, pasi këto kushte për ne janë diçka shumë e mirë. Për pyetjen tjetër që më the për dëmtimet i kam kaluar, me thënë drejtën më ka lënë pak mbrapa, por do vazhdoj të punoj fort për të arritur atje ku isha dhe mbi të gjitha për ndihmuar ekipin. Kedi, Erion Tode, Televizioni Klan. Arritja shumë e madhe është vetëm hera e dytë që Shqipëria shkon dhe shumë e rrallë për kombëtarin ton, apo e besoni vërtet? Se çfarë keni bërë? Me thënë drejtën është diçka, unë e kam ndërruar shumë, si që kur isha i vogël, po jo vetëm unë, gjithë ekipi kombëtar e ka ndërruar këtë gjë, pasi është diçka unike për ne, për popullin ton, për shtetin ton, është diçka unike. Dhe ne ja kemi dal me sukses, me besim, me punë, dhe mbi të gjitha me mbështetjen e tifozëve, pasi ju e dini shumë mirë që dhe kur kemi lozur jashtë Shqipërisë, ata kanë qenë prezent dhe për ne janë si një lojtar i 12. Endi Tufa, Top Channel, Kedi, duket sikur arritëm kualifikimin dhe kaq ishte, por në një farë mënyrë kjo skuadër, ju bashkë me gjithë lojtarët na keni bërë që mund të besojmë dhe të mendojmë që mund të bëjmë dhe diçka më tepër se sa thjesht pjesëmarrja në Europian. Nuk kam mbaruar asgjë. Kjo është vetëm fillimi për ne dhe nuk duhet ndalojmë këtu ku jemi, pasi tani e kemi kaluar fazën e kualifikimit dhe duhet mendojmë tani për më lartë. Tani na pret një ndeshje të hënën që është e rëndësishme për ne, pasi duam që të qëndrojmë në krye të grupit dhe shpresoj që edhe në një të ardhme të bëjmë gjërat kaq mirë si që bëjmë tani. Krisi Atari Panorama Sport. Duke qenë se keni kopa dalë në konferencë për shtyp dhe keni qenë dhe pjesë përpara me trajnerin reja. Do të pyes, cili është ndryshimi me Silvinjon, sipas mendimit tuaj? Ndryshim, nuk mund të them që është një ndryshim, por tani kemi mbi të gjitha kemi një grup shumë të mirë. Trajneri, stafi teknik na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë për të bërë një grup shumë të fortë dhe solid, si jashtë fushë, por edhe brenda fushës, që të jemi një, sepse një lojtar i vetëm, gjithmonë kam thënë një lojtar i vetëm nuk mund të fitojë dot asnjë ndeshje. Prandaj trajneri na ka futur frymën që të jemi një grup dhe ne ja kemi dalë, pasi rezultatet janë në favorin ton. Kedi, megjithatë tani vjen tani çdo gjë ka mbaruar, po vjen pjesa më, le të themi, më e fortë për ju tërë, se dikush duhet mbesi jashtë grupit. Nuk e kam për ty. Nuk e kam për ty, them. Dikush në fund nuk do grumbullojnë të tërë. Kjo përgjigje i përket është diçka e vështirë, me thënë drejtën, sepse që të gjithë lojtarët që presori ka grumbulluar janë lojtarë shumë të mirë dhe meritojnë që të gjithë që të jenë këtu.
kanë kualitet, por kjo pjesë i takon trajnerit dhe jo mua. Kejdi, Dea Kozma, 2 CNN, a keni patur kohë për fest apo keni menduar për i shujtëfarohen në mënyrë që ta mbyllni sa më mirë këtë rrugtim të kualifikueseve dhe pyetja dytë, a keni një kundërshtar që do donit mbase të kishit në Europian? Jo vetëm ju, po mbase edhe gjithë ekipi. Atëherë, festën le ta quajmë ishte ajo që bëm mbas me gjithë tifozat tonë që ishin në Moldavi, dhe tani jemi vetëm të përqendruar tek ndeshja e radhës, pasi nuk është një ndeshje shumë e thjeshtë, sepse ata dinë të mbrojnë shumë mirë, janë dhe shtatë lartë. Por mbi të gjitha, synimi jonë është vetëm kjo ndeshje, të fitojmë ndeshjen dhe ta mbyllim këtë eliminatore sa më mirë. Më falë, pyetja e dytë ishte? Kundërshtar preferuar, me thënë drejtën, nuk kam asnjë kundërshtar preferuar, ne duhet të mendojmë dhe të shikojmë vetëm veten tonë, pasi skuadrat na bjeri kush na bjeri nuk ka shumë rëndësi. Atëherë, Po, Koli? për misterin, që kur hyrje e parë është shumë i përqendruar, njësoj të thishtë ndeshja me parë me Polonin, pse ka që i përqendruar, tani marrë gjithçka, ne u kualifikuan. Prima di tutto ringraziare a tutta la gente albanese che arriviamo qua è un sogno, come l'hai detto già in Moldavia, è molto bello. Poi, come l'ha detto Keidi, lì è finita, bello, abbiamo vissuto una serata straordinaria, strepitosa di rientro a Tirana. Per il giorno dopo, Isasferoi, una squadra, come diceva lui, alta, si difendono bene, vengono qua a giocare. E noi dobbiamo, il prossimo obiettivo nostro adesso è andare il primo in classifica. Quello è un secondo obiettivo, ci sta. Dobbiamo fare una bella gara, una prestazione importante e dopo se vinciamo siamo sicuri il primo e quello ci mette in una situazione un po' meglio nel sorteggio del 2 dicembre. Poi siamo lì già praticamente per affrontare una gara difficile, però bene, arriviamo in molto buone condizioni. Pra vim në këtë sfidë në kushte shumë të mira, por s'pare duhet falenderoj gjithë shqiptarët dhe gjithë tifozët që na kanë mbështetur dhe kemi arritur këtu. Është diçka fantastike, është një ëndër shumë e bukur, fituam, pra arritëm kualifikimin në Moldavi, festuam atje me tifozët dhe pastaj u kthyem këtu dhe kemi menduar vetëm për ndeshjen me Ishujt Faraoj, sepse është një kundërshtar vërtet i vështirë, me lojtarë gjatë, pra që janë tafë në luftën në ajër, që mbrohen shumë mirë. Por sigurisht tani objektivi jonë i dytë, po themi, pasi e kapëm objektivin e parë, është të arrijmë vendin e parë në grup, pasi do të ishte shumë bukur që ne të kishim dhe mundësi që në short kishim një pozicion tjetër, pra në krahasim me herën e kaluar në shortin që do të hidhet në dhjetor. Por duhet bëjmë një paraqitje sa më të mirë dhe ta mbyllim me fitore këtë fushatë. Ministër, futbollistët kanë qenë shumë të ngarkuar psikologjikisht në ndeshjen me Moldavin, aq sa edhe në fund të takimit pase kjo kishte ndikuar edhe në ezaurimin e tyre fizik, ishin shumë të lodhur. Kësaj radhe i ke lehtësuar ndo pak? È giusto, la prima parte è giustissima, è una partita là fisica, però a livello mentale durissima. La prima volta che eravamo in campo da qualificarci per l'Europeo, è stata durissima, la serata prima per dormire è dura, è stata molto difficile, però l'ansia loro hanno gestito molto bene il campo, anche tutti noi, piano, a vash, poi dopo lì l'ultimo 10 minuti durissima, giusto. La seconda parte mai, questa è una parola che io il dizionario non ce l'ho, rilassare mai,
Colli, e la domanda, mai, noi dobbiamo andare al nostro secondo obiettivo, un step in più, 22.000 persone, viene al campo domani a dare un supporto in più, e è stata bellissima, abbiamo vinto tutte e 3 gare a casa, Cecchia, Polonia, Moldavia. Infatti la unica sconfitta praticamente di Moldavia è stata da noi, una squadra tosta, dura. Poi niente, la seconda parte rilassare no, ci pensiamo adesso, abbiamo un allenamento, dobbiamo capire bene ogni calciatore, metterci in campo gente fresca, buona, preparata per la gara di domani. Po është e vërtetë që në aspektin psikologjik ishte një ndeshje shumë e vështirë për të menaxhuar për lojtarët, duke parë rëndësinë që kishte pra ajo sfidë, ndeshje gjithashtu shumë e fortë në aspektin fizik dhe ka qenë pak e vështirë të flinim, po themi të bënim gjumin rehatin atë përpara asaj sfide. Por besoj se lojtarët e menaxhuan shumë mirë pjesën psikologjike, pjesën e ankthit me avash po themi e morën lojën shumë mirë, por 10 minutat e fundit patjetër që ishin shumë të vështira. Dhe unë në fjalën tim nuk e njoh fare fjalën relaksim apo pushim, kështu që nesër kemi për ne është një ndeshje shumë e vështirë, kemi 22.000 afërsisht tifozë, të cilët kanë bler biletat, kanë ardhur për të parë këtë skuadër dhe duan të argëtohen, duan t'i kënaqim dhe ato. Ne kemi fituar të 3 ndeshjet në shtëpi fal edhe sigurisht ndihmës së tifozëve. Ndërsa sa i përket Moldavisë, keni parasysh që ne kemi shkaktuar humbjen e vetme që kanë në këto eliminatore, por tani duam të shohim edhe gjendjen e lojtarëve në stërvitjen e fundit dhe më pas të krijojmë një ide më të qartë për ndeshjen e nesërme, për zgjedhjet. Mister, në mbrëmjen e nesërme shqiptarët janë përgatitur për festë stadium, ndërkohë që ju keni ndeshje që të festojmë, na duhet dhe një fitore apo një paraqitje e mirë. Nuk e di si e ke menduar ndeshjen në aspektin teknik apo taktik dhe çfarë formacioni do të ketë nesër, do të ketë një të ndryshëm nga ajo, duke lënë pushim një pjesë lojtarëve me Moldavin, apo do mbetemi ashtu siç kemi qenë në këto ndeshje të fundit? La prima parte è una domanda di c'è 2 parti, no? La prima parte che era? Sì, ma la prima è che la gente è preparata È giusto, domani. giusto, vero, giustissimo. È assolutamente giusto. Grazie mille, grazie. È giusto. La prima parte loro vengono alla festa, ci sta, e noi andiamo a lavorare serio. Quanto riguarda cambio, sì, è molto difficile. Ripetere una squadra dopo 2 o 3 giorni, 3 giorni al limite, lì un po' di più questa volta perché abbiamo fatto una gara 2 ore prima. Ragazzi ci arrivano oggi praticamente solo una rifinitura per recuperare ancora il calciatore, non ha tempo di allenarci, è molto difficile la seconda gara sempre per noi, per tutti, è giusto. Però sì, quanto riguarda cambio certamente qualcosa si fa per metterci in campo una squadra un po' più fresca, e di solito succede. Abbiamo fatto già le ultime 2 o 3 volte uguale, sì, qualcun cambio sì. Patjetër që do të ketë ndonjë ndryshim, ashtu siç ka ndodhur edhe në ndeshjet e fundit. Sigurisht që tifozët janë përgatitur për festë, por ne kemi ndeshje për të luajtur dhe jemi shumë të fokusuar. Është pak e vështirë të menaxhosh pra gjithë lojtarët, po themi, apo të menaxhosh 11-sh në kaq pak ditë, pra në 3 ditë është e vështirë të fusësh të njëjtën skuadër në fushë, të përdorësh po ato lojtarë. Ne kemi vetëm një stërvitje të lehtë sot për të përgatitur për ndeshjen dhe nuk është se lojtarët kanë shumë kohë për të rekuperuar apo për të qenë në top, po themi. Pra është e vështirë të bëhen 2 ndeshje në 3 ditë dhe gjithmonë duhet menaxhuar dhe patjetër që do të ketë ndryshime dhe do të hedhin në fushë edhe një ekip më të freskët. Mister, nërtan prifti apo të njës. Finalet e kampionatit evropian duken larg, por nuk janë dhe aq larg. A është një punë e vështirë, një punë e vështirë për Silvinjon për të zgjedhur ata lojtarë që do të marrë me vete në Gjermani dhe për të thënë më saktë, sa shanse kanë në lojtarë si Broja, Kumbulla që janë dëmtuar për të bashkuar kësaj skuadre për në Gjermani? Faleminderit.
Sembra tanto tempo, però non è. Abbiamo oggi praticamente, domani ci siamo con i calciatori dopo marzo. È giusto che dopo noi facciamo sempre un giro e andiamo, come diceva Keidi, a visita, tutto quello lì che secondo me il lavoro di una nazionale deve andare, deve comunicare con i calciatori e con la rosa. Abbiamo 50 calciatori da monitorare. Sì, è molto vicino, abbiamo domani un'altra finale per noi per andare al primo posto nel girone e dopo praticamente marzo. Quanto riguarda gli altri calciatori che possono arrivare, come l'ha detto lei, Broia, Kumbula, ma tanti, quello lì, loro sono infortunati, però c'è tanti altri che noi monitoriamo, l'ho detto, la nazionale, la porta è aperta, noi dobbiamo andare indietro dei calciatori, vedere che è meglio per la rosa. Sì, è un lavoro difficile, però buono per un allenatore, quando c'è calciatore forte, buono, che sviluppa calcio e fa bene, poi per noi meglio. È una situazione difficile per un allenatore, però difficile dalla stessa parte buona per prendere e scegliere il migliore. Është vërtet që duket sikur ka shumë kohë, por nuk është as pak shumë kohë deri në finalet e europianit. Ne vetëm sot e nesër do të jemi lojtarët, pastaj ndahemi për të ritakuar në muajin mars dhe gjatë kësaj periudhe sigurisht që ne do të jemi po themi duke vizituar lojtarët nëpër klubet e tyre deri në 3 muajt e ardhshëm. Ne do të takohemi me këto sepse kjo është edhe pjesë e punës tonë, por nuk kemi vetëm këto lojtarë, por ne monitorojmë vazhdimisht rreth 50 lojtarë që janë në xhiron e kombëtares. Para se të kalojmë te kjo, ne kemi një finale nesër për të luajtur, një finale që mund të na çojë në vendin e parë të grupit, që do të ishte një arritje shumë e madhe dhe pastaj do të fillojmë mendojmë për pjesën e marsit. Sigurisht ka shumë lojtarë, jo vetëm Broja dhe Kumbulla, të cilët janë lojtarë të dëmtuar dhe prandaj nuk janë me kombëtarën në këtë moment, por ka edhe shumë lojtarë tjerë që mund të jenë të vlefshëm dhe ne do na duhet i monitorojmë dhe i kemi monitoruar vazhdimisht. Është gjë e mirë për një trajner kur ka shumë zgjedhje, ka shumë lojtarë të mirë për rreth, ashtu siç është edhe e vështirë sepse duhen bërë ashtu siç është e vështirë, duhen bërë zgjedhje, por kjo është pjesë e punës tonë dhe kjo është krejt normale. Altin Kodrar e televizionit shqiptar, ju folet që po përpiqemi të marrim vendin e parë në renditje për të qenë në një vazo sa më të mirë, sipas gjasave do jemi në vazon e dytë, por çështja qëndron që në vazon e tretë kemi Holandën, kemi Kroacinë, në vazon e katërt kemi Italinë, natyrisht vazo e parë Gjermani, Portugali, Franca, Angli, Belgjik, Spanjë, domethënë janë skuadra që janë sidoqoftë të frikshme. Sa ju tremb juve ky shorti 2 dhjetorit? No, io ho capito. No, io ho capito. E che noi, io almeno, io non penso in arrivare in primo per andare solo al secondo pote lì e evitare, no, non ha da evitare niente. Noi dobbiamo confederazione e se possiamo andare come il primo in girone è strepitoso, come oggi per esempio siamo qua già qualificato con una giornata di anticipo, come per esempio noi siamo a 7 giornate, mi sembra 7 gare senza una sconfitta. Noi siamo praticamente la quarta migliore difesa di tutto il girone in Europa, quindi non lo so, stiamo lì, abbiamo subiti 4 gol. Poi tutto quello che per una federazione, per noi come squadra, come loro è importante, noi difendiamo andare più avanti possibile il migliore posto, ma non da evitare un avversario. Pra nuk shqetësohem, sa i përket pyetjes nuk shqetësohem për të evituar ndonjë kundërshtar. Unë nuk mendoj që ne duhet të arrijmë vendin e parë në grup për të shkuar në vazën e dytë të shortit, absolutisht. Ne arritëm kualifikimin kur na mbeti edhe një ndeshje për të luajtur dhe kjo është diçka fantastike. Ne kemi 7 ndeshje pa humbur dhe kjo është diçka shumë e bukur për Shqipërinë. Jemi një nga mbrojtjet më të mira të turneut, jemi mbrojtja e 4 më e mirë e turneut, që kemi pësuar më pak gola dhe gjitha këto janë të rëndësishme dhe tregojnë shumë për punën tonë. Jo thjesht nuk mendoj shumë për rivalet që mund të kemi në short. Mister, e të sekët pak, pavarësisht disa rrethanave që mund të ketë në këto 6 muaj,
Do ketë seleksione të tjera apo grupi evropian do të bazohet mbi këto lojtarë që meritueshmërisht e nisën dhe e çuan Shqipërinë në Europian? Certamente sì, abbiamo fatto un percorso insieme, però quando parliamo di una nazionale, dopo ragazzi dobbiamo domani andare al campo bene, però dopo non si sa mai il senso che uno infortunato, no, quello è già una roba difficile, però quanto riguarda la domanda sì, noi abbiamo praticamente fatto un buon percorso con tutti i calciatori insieme. Praticamente il 70% del calciatore, del 50% è da noi oggi, ma non si sa che può succedere in 6 mesi, c'è tanto da valutare in questo senso. Grazie. Nuk dihet pra se çfarë mund ndodhi në 6 muaj, ne nuk mund ta parashikojmë dhe kemi shumë gjëra për të vlerësuar, por sigurisht që ne kemi bërë rrugtim shumë të rëndësishëm me këtë grup lojtarësh deri tani. Kemi bërë një diçka fantastike, por kjo është puna që ka një trajner kombëtare, është gjithmonë e vështirë sa i përket zgjedhjeve, sepse mund të ketë dëmtime, mund të ketë mungesa vazhdimisht dhe duhet gjithmonë të ndryshojë, është i detyruar të ndryshojë, por sigurisht që ne kemi bërë një rrugtim deri këtu me këto lojtarë, cilët e meritojnë dhe pothuajse 70% mund të themi që janë pak a shumë ata pjesë e grupit dhe që meritojnë të jenë me ne në Europian. Jo. Zero, tani që objektivi u realizua, duke i parë dhe gjërat ftohtë, ku duhet të përmirësohet më shumë kjo kombëtare, duke qenë se jeni dhe një trajner shumë kërkues? Dhe dyta shkurt, cili ka qenë urimi më i veçantë që trajneri ka marrë? L'augurio più speciale della gente, di tutta la popola albanesa, anche all'aeroporto, eravamo in tanti, sembrava che era in Tirana, tanta gente dentro l'aeroporto lì, quella prima, noi giochiamo per loro, lavoriamo per loro, è bello. A migliorare sempre, una squadra sempre ha da migliorare, c'è tanto da fare, è vero che in una nazionale, parliamo un'altra volta, nazionale si vede poco, il calciatore si deve lavorare tantissimo su video, al campo si lavora meno, poi si diventa un tempo un po' più lungo per migliorare una cosa o anche un calciatore a livello individuale, però ci sta, si può lavorare e si può migliorare tanto, poi vediamo in questo momento da finire bene domani, dobbiamo andare forte al campo e dopo sì, iniziare a pensare quanto possiamo migliorare, come, però certamente che c'è da migliorare. Sigurisht që ka shumë për të përmirësuar dhe do të punojmë shumë edhe në këtë drejtim, por urimin veçantë që kam marrë sigurisht mendoj nga populli, nga njerëzit që kam takuar, cilët janë nga shqiptarët që janë shumë të lumtur, qoftë edhe duke filluar në aeroport kur na pritën atje dhe u takuam, ishin shumë të lumtur dhe jam shumë i kënaqur për këtë fakt sepse ne luajmë për tifozët sigurisht. Ndërsa sa i përket pyetjes së dytë, ne gjithmonë kërkojmë të përmirësohemi. Është një punë e vazhdueshme. Në kombëtare një trajner nuk ka shumë kohë të rrimë lojtarë dhe të punojë me lojtarë, siç është në një klub, punohet shumë me video dhe punohet diçka më pak në fushën e lojës. Por sigurisht që nesër kemi një ndeshje shumë të rëndësishme për ne për të luajtur dhe ne do të punojmë vazhdimisht për të përmirësuar në çdo drejtim. Nuk mund të themi që të përmirësohem vetëm në një aspekt, por në çdo drejtim. Mister, bravo dhe një urime, faleminderit që po na bënit përjetojmë emocionet e 2016, se themi kështu. Doja të pyesja nëse më lejon për çështjen mbroja, nëse mund ta quajmë të tillë, ke kontaktuar vetëm me lojtarin mbroja pak para disa minutash ka bërë një njoftim në Instagram ku ka uruar dhe në fund kombëtaren për ndeshjen e radhës.
Sì, anche ho visto che aveva qualcuno misunderstanding, no? Nel senso che lui non voleva venire, non so, un qualcosa, un fake news, I don't know. Ho visto la dichiarazione di lui su pagina, è esattamente quello lì. Noi dobbiamo rispettare questo calciatore che è un grandissimo calciatore, però per esempio della ultima volta che eravamo insieme, che lui è rientrato a Londra, che non ha potuto rimanere da noi perché era infortunato, lui non ha giocato praticamente niente. Abbiamo fatto la convocazione un venerdì, il sabato la conferenza stampa, lui non aveva entrato in campo. È un calciatore che da 11 mesi, da 11 di novembre, lui ha fatto 11 mesi senza praticamente fare una gara di 90 minuti. Ha bisogno lui, e lui lo sa, e quello è importante, prendere cura di quello lì, riprendere tranquillamente. Poi c'è un tempo, non è una mica facile, non c'è niente. Lui è un bravissimo ragazzo, un calciatore molto molto buono. Purtroppo rientra di un infortunio, però non c'è niente di speciale. Magari possa continuare su percorsi importanti nel Chelsea. Adesso tranquillamente bene. Ho visto il bello testo che l'ha fatto lui. Kam parë postimin që ka bërë futbollisti dhe unë ndjeva shumë mirë, se diçka shumë e bukur. E kam dëgjuar që flitet shpesh her pas here për brojën mbi fake news që shekullon, sikur ai nuk ka pasur dëshirë apo tjerë, por ju siguroj që nuk janë gjëra që nuk ekzistojnë dhe nuk ka asgjë në të vërtetë në këto që shkruhen. E respektoj shumë si lojtar, por ne do të respektojmë edhe shëndetin e tij që vjen i pari pra në këtë kuptim. Herë në fundit kur ai erdhi me kombëtaren, ai u stërvit shumë pak dhe pastaj kur ne dolim konferencë për shtyp, u detyrova deklaroja që ai nuk ishte në gjendje sepse ai ishte dëmtuar, u kthye tek shëndetari që ka 11 muaj që nuk ka luajtur, që pas atij dëmtimi, s'ka bërë një ndeshje 90 minuta, ka luajtur shumë pak minuta dhe që kur u kthye pas ndeshjes me Çekin në klub, thuaj se nuk ka luajtur fare, ka luajtur vetëm pak minuta në ndeshjet të fundit dhe sigurisht që ai ka nevojë të rekuperohet. Ka nevojë që të bëhet sa më shpejt, të jetë në formë sa më shpejt. Është një lojtar shumë i mirë, por do të jemi të kujdesshëm sepse kthehet nga një dëmtim shumë i rëndë dhe është e rëndësishme që ai të vazhdojë me Chelsea të rekuperohet dhe ne patjetër që e mirëpresim kur ai të jetë në formë. Dash e fundit pyetja. E fundit. Trajneri Gianni De Biasi mori në shoqësinë shqiptare mbasi e çoi Shqipërinë në Francë 2016. Ju do ta merrni shoqësinë shqiptare tani që çuat Shqipërinë në Euro 2024 në Gjermani? Io già sono un albanese, io nel cuore già sono un albanese. No, non lo so, è bello, loro hanno fatto un percorso molto bello la prima volta, questa è una seconda, è un sogno per tutti noi, è un onore per me andare avanti a frente di questa nazionale come allenatori, quello è molto bello, sono veramente contento. Unë ndihem shqiptar, thot trajneri, nuk ka nevojë. Domethënë, ndihem shumë shqiptar dhe kjo është diçka shumë e bukur. Rrugtimi i kombëtares shqiptare në 2016 ka qenë vërtet fantastik. Dhe tani ja dolëm që për herë të dytë të jemi në finalet europianit, është një ëndër e madhe që realizohet, është një nder për mua dhe ndihem mirë që vazhdoj punën si trajneri i Shqipërisë të punoj këtu. Mirë, kjo ishte edhe pyetja e fundit, ju faleminderit shumë për faleminderit dhe gjithë të mirat. Adesso sì.